Sot nuk po flasim për një gabim teknik, as për një keqkuptim të vogël, por po flasim për një manipulim serioz të opinionit publik, të bërë në emër të sigurisë së Republikës së Kosovës. Duhet ta kemi qartë se siguria kombëtare nuk është shfaqje elektorale, nuk është video marketingu dhe në asnjë formë nuk guxon të jetë mashtrim ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse siguria kombëtare ka të bëjë me jetën e njerëzve tonë. Gjatë fushatës zgjedhore ish kryeministri Kurti promovoi publikisht dhe përmes vizitës atë që paraqet si fabrikë e prodhimit të dronëve ushtarak në Gjilan, duke lënë të kuptohet se në Kosovë po prodhohen dronë dhe kapacitete të avancuara teknologjike për siguri dhe mbrojtje. Kjo paraqet si sukses shtetëror dhe u përdor për të krijuar përshtypjen e fuqizimit të kapaciteteve tona të mbrojtjes. Ditëve të fundit, nga hulumtimet dhe raportimet serioze mediatike, kemi të ngritura dyshime të forta dhe të faktuara se pamjet promovuese nuk përfaqësojnë prodhimin real në Kosovë. Janë përdorur materiale të huaja ose të modifikuara, të pakontrolluara dhe në një fabrikë ku kapaciteti i saj është thellësisht i diskutueshëm. Kjo është çështje serioze, sepse prodhimi i dronëve nuk është aktivitet simbolik apo promovues. Aty kërkohet infrastrukturë të certifikuar, personel të specializuar inxhinierik, protokole të sigurisë dhe mbikëqyrje shtetërore, licenca e autorizime të qarta ligjore, testime të shumta teknike dhe operative. Asnjë prej këtyre nuk mund të zëvendësohet me video promocionale apo me montazh vizuale. Prodhimi real i dronëve është proces i gjatë, i verifikueshëm dhe i dokumentuar, jo diçka që imitohet për kamera. Kur një kryeministër paraqet si kapacitet shtetëror diçka që nuk ka kaluar këto faza themelore, problemi nuk është vetëm etik. Problemi është institucional dhe i sigurisë kombëtare. Prandaj kërkojmë nga Prokuroria e Shtetit dhe institucionet e drejtësisë që të verifikojnë këtë mashtrim publik, keqpërdorim institucional dhe trajtim serioz në deklarimet e rreme në një sektor jetik për shtetin tonë. Këtu janë dy probleme të mëdha. Njëri problem është se ka përkra një iniciativë pa e verifiku vërtetësinë e iniciativës dhe nëse dronet ushtarak me të vërtet janë funksional dhe operativ, qysh ai ka pretendu dhe ka thonë edhe në qëndrimet e tija të publikume në Facebook, e mandej në video, kur ka qenë adet me preshiritin e kështu me radhë, po problemi tjetër alo më i madh është qysh ka propagandu me një rast të tillë për t'i mashtru qytetarët me mendu se sektori i industrisë së mbrojtjes në Kosovë është shumë më i zhvilluar se sa në fakt që është.